Bllokimi i kanalit në fshatin Nart, 10 banesa në prani të ujit. Bllokimi i kanalit kullues në fshatin Nart vijon të mbetet një problem shqetësues për banorët. Sa herë ka rreshje shiu, situata përsëritet duke sjellë përmbytje dhe vështirësi të shumta për familjet e zonës. Banorët ngrenë shqetësimin se mbi kanalin kullues është ndërtuar duke penguar funksionimin normal të tij dhe duke shkaktuar bllokimin. Sipas tyre është e domosdoshme ndërhyrja me një ekskavator për pastrimin e kanalit dhe rikthimin e tij në funksionimin normal. Ata theksojnë se kjo situatë është e përvitshme dhe se 10 banesa rrezikojnë të përmbyten sa herë ka rreshje intensive. Problemi është bllokuar kanali që e ka bërë baçe tjetri atje, është kanali që është andej, që tapet kanali, kaq është me ekskavator. Mbytur, po shikosh andej është gjysmë metër andej, shife ja. Doli lart ujë, mbytur. Banesa ka andej para ka komplet banesa tani. I ka në shtëpi, kam komplet. Themelet ka shtëpi tjetri më tani ka plot me ujë. Shife sa ujë ka. Komplet shtëpia me ujë. Si pasojë bllokimit për një ekskavator për 100 metro, do të thonë për 50 metro kanal, që tapi e ka bllokuar tjetër, ka bërë baçe edhe ja ku është kanali. Kanali ja ku është, që këtu, ja, ikën poshtë, që punoi hidrovori tjetër. E ke parasysh 10 banesa i kanë ujë. Ja, ti ka ndej para. Kaloj që tani. Gjoti kam në ujë. Shikoj. Shikoj punë, në ujë, i gjithë. Shikoj. Si çdo vit këtë punë kemi, për një kanal atje që nuk hapet. Nuk ka skavator, erdhi administratori pa bie sollën, thanë nuk ka skavator. Për të prishur kanë skavatore? Neve na është futur brenda, shikoj, unë s'kam ku të kaloj rrugë. Unë e kam aty ata në shtëpi. Neve andej gjëtë gjalla janë të mbytura në ujë, nuk me çizme nuk kalohet. Ata ka dalë ngjoli. Por çfarë për kanalin që nuk punon aty? E kemi çdo vit atë problem. Është bllokuar. Kanali për atë punë. Për një ekskavator, për një ulluk, mbytemi çdo vit. Kjo është, çdo vit. Edhe në një të gjeshtë. Shiko që përmbytje kemi. Në mbytën shtëpit. U shkatëruam. Andaj është më keq. Andaj më ata të vesh deri këtu ujë. Mund të janë një 30 banesa po një me këtë problem. Bravo. Tash i hej kanali që kalon atje, i këtu kalon dhe më ata në zhbllokuar nga mbrapa këtyre shtëpive e kanal. Ka qenë kanali që janë ekzistues. Ata kanë bërë shtëpitë dhe mbrapa dhe kanë të bllokuar. Situata në fshatin Nart ripërsëritet vazhdimisht për shkak të mosfunksionimit të kanalit brenda fshatit. Rritja e nivelit të lagunës ndërkohë ka shtuar prurjet e ujit, duke krijuar probleme të tjera dhe duke çuar në prezencë ujë brenda banesave me rrezik të lartë për përmbytje.